Për arsye shëndetësore, Ilir Venoze e ka lënë garën e Big Brother VIP Albania. Shpresojmë shumë që Iliri ka me kalu dhe ka me konë mirë me shëndetjen. Për mendim tamin, një njeri real nuk është që ka bo lojë dhe strategji, po ka qenë real dhe mendoj që do t'jetë humbje e madhe për Big Brotherin. Ka nevoj me pas edhe njerëz real që mendojnë për te lojës një 10 minuta. S'po di a ka me pas mundësi mu rikthy, po më duket që jo se ai e kalon garën sipas profileve zyrtare të Big Brotherit dhe Top Channelit, por do të ishte mirë mos me ndërprej këtu garën. Nuk e di çka do të bën mas se që del Big Brotherit ose me çka do të merret, ama për Big Brother nuk ka qenë një prej aty konkurrentëve që minst s'ki prit me pa jashtë se ta ka bo bajat Bigun. Faktikisht Iliri ka qenë ajo balanci i qetësisë në shtëpi dhe i qenurit real.